Ju vendosni oraret tuaja, jeni shefi vetes suaj, bëni atë çfarë dëshironi, pa ju shituar njëri mbi kokë dhe pa ju kërkuar njëri llogari dhe paguani për këtë gjë dhe mund të tingëllojë si fantazi, por në fakt për 4 shenjat të zodiakut, yja do të ofrojë një shans të tillë që ta bëj këtë ëndër realitet, sepse përgjatë 10 muajve të ardhshëm këto 4 shenja që unë do përmend do të kenë një rritje dhe një progres të karrierës së tyre. Por pse do ndodh kjo? Do ndodh për shkak të një aspekti të rrallë astrologjik që ndërthur strukturën me lirinë si dhe disiplinën me përçarjen, siç është gjashtkëndshi i Uranit me Saturnin. Për herë të parë ky aspekt apo tranzit planetar ndodhi në datën 4 prill dhe jemi ende në energjinë e këtij aspekti pra gjashtkëndshi që krijon Uranin të Demi që është momentalisht me Saturnin tek Peshqit. I dyti do të ndodhë më datën 11 gusht të këtij viti 2025 dhe i treti do të ndodhë më 19 janar të vitit 2026. Dhe shenja e parë që do të ndikohet pozitivisht është shenja e Demit. Më në fund ju të shenjës së Demit apo që keni ç'është e rëndësishme ascendentin tek shenja e Demit, jeni gati të bëni diçka me gjithë atë rritje të brendshme që keni pësuar përgjatë gjithë këtyre viteve që Urani ka qenë në shenjën tuaj. Nga pikpamja e karrierës, kjo mund të duket si të hyni në një rol që pasqyron se kush jeni tani, jo kush keni qenë para 10 vitesh apo 5 vitesh më parë. Dhe është koha që të ndaloni që të luani sigurt apo të bëni gjëra të sigurta. Sepse është koha që t'i thoni po të panjohurës dhe të eksploroni pak më shumë në ujëra të pa ditura për ju të panjohura. Shenja e dytë është Peshqit, që kur Saturni ka hyrë në shenjën tuaj në vitin 2023, nuk është se ka qenë fush me lule, as pak në fakt, nuk kanë qenë pushime për ju, por ka qenë një rëndesë e madhe psikologjike më së shumti për shenjën e Peshqve, por konsiderojeni këtë sekstil apo këtë gjashtkëndësh mes Uranit që po kalon orët e fundit në Dem, sepse Urani këtë vit ndryshon shenjë, kalon te Binjakët, si një shpërblim për gjithë mundin tuaj. Është ajo fryma e ajrit të pastër që e keni pritur dhe që ju nevojitet. Saturni po mbyll qëndrimin e tij në shenjën tuaj dhe do të zhvendoset në shenjën e Tashit në maj, do të zhytet përsëri në fakt e Peshqit në një retrograd më vonë këtë vit dhe do të largohet zyrtarisht në shkurt të vitit 2026 ku do qëndroj tek Dashi për një 2 vite e gjysmë. Dhe jeni në atë shtrirjen e fundit Peshq dhe gjithçka që keni mësuar për vendosjen e kufive, limiteve, fokusin, respektin për veten, do të shpërblehet për ju. Urani ndodhet në shtëpinë tuaj të tretë dhe po zgjon zërin tuaj, si të thuash, kështu që mendoni të shkruani, të flisni, të mësoni apo të lëshoni diçka që përçon mesazhin tuaj te të tjerët apo në botë. Lëvizja juaj e ardhshme në karrierë nuk duhet të jetë as pak tradicionale, thjesht duhet të jetë e vërtet me personin që keni punuar aq shumë për të bërë ky që jeni tani, ky version që keni arritur që të shndroheni. Shenja e tretë është shenja e Britsjapit, edhe pse ju Britsjepër Britsjep jeni shenja e strukturës. Në fundit Saturni është planeti juaj drejtues dhe ju po filloni të shihni se disa nga sistemet e vjetra thjesht nuk po funksionojnë më për ju, por nuk mund që të lejoni që kjo mundësi t'ju kaloj as pak normalisht. Jeni shumë i vigjilent për këto gjërat e mira që ju vijnë edhe i shfrytëzoni shumë mirë dhe në vend të kësaj do të përfitoni nga ky tranzit harmonik për të sjellë trajektoren e karrierës suaj në të ardhmen, edhe mendoni këtë si një rinovim kozmik. Saturni lëviz në shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit dhe ju ndihmon edhe juve ashtu sikurse edhe Peshqit që të mprehni atë zërin tuaj, ndërsa Urani ndriçon shtëpinë e pestë të krijimtarisë dhe të vetshprehjes, një projekt pasion, një projekt krijues, artistik, çfarëdo lloj gjëje që e keni mbajtur si të thuash në prapavi, do të lulëzoj tani, mund të jetë koha për të marrë seriozisht me atë punë. Ju të gjithë mund t'i kthejnë dhuratat e tyre, talentet e tyre, hobet, pasionet në një mjet jetese,
por ju keni mbështetjen kozmike për ta bërë këtë gjë dhe është momenti për të përzier njohuritë tuaja me intuitën tuaj. Dhe shenja e katërt dhe e fundit që do të përfitoj nga ky gjashtkëndësh është sigurisht shenja e ujorit. Urani dhe Saturni janë dy planete që sundojnë dhe drejtojnë më saktë shenjën e ujorit dhe më në fund po bashkëpunojnë për t'i dhënë të lindur në shenjën e ujorit apo ata që kanë ascendentin në shenjën e ujorit një dritë jeshile për t'i kthyer këto ëndra të karrierës në diçka reale. Saturni është në shtëpinë e dytë për shenjën e ujorit dhe ju ndihmon që të rimendoni si të fitoni, si të kurseni, si të shpenzoni, ndërsa Urani që është në shtëpinë tuaj të katërt ju nxit që të ripërcaktoni se çfarë do të thotë shtëpi. Dhe së bashku këto energji ju inkurajojnë që të ndërtoni një jetë dhe një karrierë që mbështet sistemin tuaj nervor, jo vetëm rezumen tuaj, dhe mund të bëni një punë që ju përmbush shpirtërisht, apo ku ndjeni të qetë, apo mund që të filloni që të punoni nga shtëpia.